Kandidatja e Partisë Demokratike në Shkodër Senada Mehmeti ka zgjedhur që nga terreni të përcjell realitetin që përjetoi një pjesë e lagjeve periferike të Shkodrës. Një prej tyre, ajo Skënderbeg, vetëm pak metra larg qendrës, është kthyer në simbol të braktisjes nga pushteti vendor. Mbeturina që kanë pushtuar territorin dhe që digjen në mes të ditës dhe banorë të lënë në mëshirë të fatit, kjo është panorama që përballen çdo ditë këto familje përballë heshtjes dhe papërgjegjshmërisë së pushtetit vendor, thot Mehmeti. Duke cilësuar dështim të shërbimeve, se dhe një akt përbuzës ndaj qytetarëve të ndershëm të Shkodrës, ajo bën thirrje këtyre të fundit që në 11 maj të votojnë Partinë Demokratike për t'i dhënë fund kësaj situate tejet shqetësuese dhe që po rrezikon jetën. Shkodra nuk e meriton këtë neglizhencë, Shkodra nuk e meriton këtë degradim në keq menaxhimin e saj. Shkoha për të zgjuar, koha për të kthyer dignitetin Shkodrës. Votoni Partinë Demokratike, votoni Senada Mehmetin për të kthyer dignitetin. Me ftesën për të votuar për dinjitet, për një administratë që shërben dhe jo që shpërfill, për një Shkodër që nuk e ndan qytetin në zonat privilegjuara dhe zonat braktisura, Mehmeti theksoi se 11 maj është dita më e rëndësishme kur vota e qytetarëve duhet të shkojë për një alternativë serioze, siç është ajo e Partisë Demokratike dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Mallështore.